Përshëndetje shikuesve tanë, përshëndetje edhe juve në studio, po pra, ne sot jemi këtu dy emnake të cilat do të flasim për fundimin e këtij sezoni të ngrojes, që sipas Termokos pra është sezoni suksesshëm, por megjithatë qytetarët kanë menduar ndryshe. Por ajo që është e rëndësishme sot, radiatorët janë të ftohtë, nuk kanë ngroja, apo jo, Afrodita? Në fakt, bazuar në rregulloren e zërrejës për energji, në 5.5.3 të saj, ne jemi të obliguar që duke përcjellë dhe në vazhdimsi temperaturat që kanë mbretëruar ditëve të fundit në harmoni pra me ato konditan klimatike që janë përcaktuar me këtë rregullore, kemi qenë të obliguar që të përfundojmë sezonin ngrohës, pra brenda afatit të zakonshëm ngrohës me 15 prill, ashtu siç edhe përcaktohet me këtë rregullore. Pra, me njoftimin që do të ndërpritet ngroja, furnizimi me ngroje në kryeqytet, ju thatë që ka qenë një sezon i suksesshëm. Por sigurisht që qytetarët kanë pasur ankesa të ndryshme, të cilat edhe ju i dini. Pse, apo 3 arsye pse konsideroni të suksesshëm këtë sezon? Para së gjithash ka qenë shumë i suksesshëm për faktin se kemi arritur që mbi 25.000 konsumator tonë që janë konsumator aktiv të furnizojmë me ngrohet mjaftueshme dhe cilësore. Kemi filluar sezonin ngrohës për herë të parë në historinë e ekzistimit të ndërmarrjes 8 ditë para afatit të zakonshëm ngrohës. Megjithëse ato ditë ishin përgatitjet për fillimin e sezonit ngrohës, ne kemi përshpejtuar gjitha aktivitetet dhe përgatitjet në harmoni që t'ju dalim pra në harmoni me kërkesat e konsumatorëve tanë për kërkesën për ngroje, për shkak se ishte përkatësuar shumë shpejt moti dhe kemi filluar furnizim me ngroje sipas kërkesave të konsumatorëve tanë. Për gjatë gjithë sezonin ngrohës, 191 ditë ka zgjatur ky sezon ngrohës, asnjë ditë ndërprerje të plot furnizimi me ngroje nuk ka pasur për asnjë konsumator të ndërmarrjes. Mirëpo, ka aty këto, mbi 25.000 konsumatorë, është e pamundur që t'jenë të gjithë të kënaqur, ne jemi shumë të vetëdijshëm për këtë, janë trajtuar me seriozitet gjitha ankesat e konsumatorëve tanë, mund të ketë konsumatorë që nuk kanë qenë të kënaqur me cilësinë e ngrojes, kanë qenë një pjesë e objekteve banesore të lagjës Matene, që nuk i kanë pasur cilësinë e ngrojes siç i kanë pasur konsumatorët e lagjeve tjera të Prishtinës tek cilat ka ngroje me bëllok. Për këtë arsye ato janë liruar nga faturime, apo janë bërë zbritjet e faturimit varësisht nga cilësia e ngrojes që është ofruar. Andaj, besoj se nuk janë edhe aq të pakënaqur sa janë paraqitur në fillim, për arsye se nuk ju kemi mbetur bashkë, nuk ju kemi hyrë në hak për asnjë moment atyre. Përpiqemi të jemi shumë korrekt, sidomos në mënyrën e faturimit për gjithë konsumatorët tanë. Shqetësimi qytetarëve ka qenë veçanërisht mënyra se si është matur shpenzimi i furnizimit me ngroje, dhe kjo problematik është zgjidhur tashmë, vitin e ardhshëm do të ketë shqetësime të kësaj natyre, apo do të bëhen përgatitjet e duhura që sezonin e ardhshëm qytetarët mos kenë kësi shqetësime dhe kësi brenga, e kësi ankesa sigurisht? Për informimin tuaj të saktë dhe gjithë shikuesve tuaj të nderuar, po ju tregojmë, risjellim edhe një fakt shtesë të kaluarën, gjithë konsumatorët tanë janë ankuar me të madhe për faturat e tyre, për mënyrën e faturimit, nuk po e shfrytëzojmë, nuk po jemi banesë dhe situatat të ndryshme që ata kanë pasur për gjatë gjithë sezonin ngrohës. Ka qenë edhe kërkesë e kahmatshme e tyre, pra, sado që gjithmonë kemi qenë shumë korrekt në mënyrën e faturimit, por metoda e faturimet që ka qenë deri në vitin 2024 ka qenë e tillë pra për vite me radhë, për gjithë konsumatorët tanë janë fatura sipas sipërfaqes ngrohëse të objekteve të tyre, banesave të tyre të brendshme. Pra, në vitin 2024, sezonin ngrohës 2024-2025, për herë të parë kemi filluar të aplikojmë metodën e re të faturimit sipas konsumit, që është rezultati një projekti që është realizuar me një fond prej $10 milion nga qeveria amerikane në përmes MCC-s, pra janë pajisje inteligjente, pajisjet më moderne për faturimin e ngrojes të gjithë konsumatorët, që është shumë e pranishme në vendet më të zhvilluar të botës, konsiderohet metodë shumë korrekte se kjo sipas sipërfaqes ngrohëse. Gjitha këto pajisje konsumatorët tani kanë përfituar falas, nuk kanë shpenzuar asnjë cent. Nga së të kaluarën ne kemi marrë dhe ankesa të tilla se po kemi shumë ngroje dhe s'po na punojnë ato termokokat që janë vendosur
vendosura në hyrje të radiatorit për ndalur ngrohjen e tepërt dhe pas gjithashtu sipas një sondazhi që është kryer nga konsulenca e projektit Prishtina ECEV, gjithë konsumatorët që janë testuar, janë anketuar në atë kohë dikon 40% e konsumatorëve ka dalë se lirojnë energjinë e tepër ngrohëse që akumulohet brenda banesave të tyre nëpërmes hapjes dritareve. Ky ka qenë shpenzim i dyfisht, humbje e dyfisht, ka qenë humbje edhe për ne për një energji që ka një kosto shumë të lartë të prodhimit të kësaj ngrohje, po ka qenë humbje edhe për konsumatorin pasi që ai është faturuar në total vetëm sipas sipërfaqes ngrohëse, jo vetëm për atë ngrohje që ka liruar në ambient që ka qenë humbje e dyfisht pra. Për këtë arsye, ka orë në shprehje, kemi aplikuar për këtë fond dhe kemi marrë pra këtë fondin nga qeveria amerikane për MCC, gjitha këto pajisje të 17.500 konsumatorë në start të instalimit tyre janë instaluar të konsumatorët tonë. Fillimisht ata kanë pas hezitime, ka pas paqartësi për këtë instalim pajisjeve, nuk kanë qenë shumë të sigurt se është në favor tyre, por në gëzëm fakti se nga sezona e për dallim për sezonës kaluar, kur ka pasur shumë ankesa nga se nuk e kanë kuptuar si duhet funksionimin e këtyre pajisjeve, në këtë sezon ngrohës kemi dikun 70% më pak ankesa se sezonin e kaluar ngrohës. Ne kemi që nga fillimi i instalimit këtyre pajisjeve, sidomos nga fillimi i aplikimit metodës faturimit, kemi aplikuar vazhdimsi fushata të vazhdueshme të vetëdijësimit konsumatorëve tonë për metodat e kursimit të energjisë termike. Ata janë mësuar që të krijojnë temperatura shumë të larta nëpër ambientet banesore. Këto pajisje janë të projektuara në harmoni me direktivat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për secilën hapësirë të tyre të brendshme në banesë është e projektuar në temperaturë të caktuar. Pra, për shembull, dhoma e ditës duhet të ketë temperaturë më të lartë, dhomat e fjetës duhet të kenë temperatura më të ulta dhe kjo termokoka e lejon arritjen e kësaj. Me saktësi mund ta vendosim temperaturën siç është nevoja, jo të marrim energji të tepër dhe të hapen dritaret. Ky ka qenë qëllimi. Fatmirësisht, pjesa më e madhe e konsumatorëve tanë e kanë kuptuar. Mirë, kanë filluar të aplikojnë metodat e faturimit dhe dikun 60% e konsumatorëve që janë duke u faturuar me matje janë duke përfituar fatura më të ulta siç kanë marrë të kaluarën sipas metodës së vjetër. Ka nevojë edhe për pak vetëdijsim këtyre konsumatorëve që ndërkohë që nuk i kanë arritur të ulin faturat e tyre të ngrohjes, ne kemi bërë apele të vazhdueshme që të mos i lëshojnë radiatorët në ato hapësira ku nuk janë duke i shfrytzuar momentet kur dalin nga shtëpia të ndalin radiatorët, nga se kjo do të jetë metode mjaftueshme për të ulur shpenzimet e tyre për ngrohje. Gjithçka pra për llogaritet, pavarësisht je brenda apo jo, vendos termokokën më shumë se sa të duhet ngritja e temperaturës, kështu që duhet ta kenë parasysh që gjithçka në fund për llogaritet në fakturën e tyre dhe duhet ta paguajnë. Në fakt është metoda pothuajse e njëjtë, edhe me shpenzimet e rrymës së tujit, ne vazhdimisht po themi, është metodë sipas shpenzimit. Ne ato shpenzime nuk po i krijojnë vetë konsumatorët tanë, duhet të jenë shumë të kujdesshëm, të përdorin ato pajisje që janë shumë moderne, janë inteligjente. Paragjithash ajo termokoka ka të vendosur një termometër me gaz brendësi saj dhe në momentin që temperatura brenda në dhomë, për shembull, nëse e lëm termokokën në nivelin 3, sepse ajo është projektuar prej 0 deri në 5, nëse e lëm temperaturën termokokën në nivelin 3, ato është përcaktuar temperatura brenda banesës jatë 20 dhe 22 gradë. Nëse temperatura brenda banesës është më 22 gradë, termokoka bllokot automatikisht, nuk e lën radiatorin të nxehtë. Nuk është e vërtetë që nuk ngron në nivelin 3. Domethënë temperatura e brendshme banesore është më e lartë se 22 gradë Celsius. Në mënyrë automatike pra ndërpritet ngrohja sepse vërtetohet që temperatura ka arritur atë për çfarë është përcaktuar. Por ajo që ju intereson atyre që furnizohen me ngrohjen qendrore pra termokos në Prishtinë, kuptuan krejt çfarë pas të mbase për të kuptuar. Por ne të tjerët që nuk e gëzojmë këtë mundësi, kur do të zgjerohet rrjeti më i madh i furnizimit me ngrohje në kryeqytet? Ne jemi përpjekje të vazhdueshme që të realizojmë projekte tjera. Kemi në VM në proces të realizimit 2 projekte kapitale, është projekti Solar for Kosovo, që është projekti i dytë për nga madhësia në Evropë. Vetëm Danimarka e ka një projekt të tillë të këtij kapaciteti. Do të vendosen panele solare në një hapësirë prej 6.000 metra shkatror në dalje të Prishtinës dhe ato do të krijojnë një kapacitet shtesë termik 50 MW energji termike pra për konsumatorët tanë dhe është projekti për dyfishim
dyfishimin e kapaciteteve, deri më tani ne shfrytëzojmë 140 MW energji termike që marrim nga Termocentrali Kosova B, ndërsa me projektin për dyfishimin e kapaciteteve do të kemi mundësi që të shfrytëzojmë 280 MW. Pra, Cilat hapësira gjeografike të kryeqytetit mund të përfitojnë nga këto projekte të cilat i përmendet? Në fakt, para realizimit këtyre projekteve, në bashkëpunim me donatorë ndërkombëtar dhe me konsulencën e këtyre projekteve, janë ekspertë ndërkombëtar që kanë punuar për hartimin e master plani, të cili ka bërë matje detajuara në për gjitha pikat e rrjetit ngrohjes ku e kemi shpërndar në për qytet. Është një rrjet i ngrohjes mbi 110 km2, 10 km sipërfaqe pra të rrjetit ngrohjes i shpërndar në qytetin e Prishtinës, në për lagjet e urbanizuara të qytetit Prishtinës janë bërë automat dhe varësisht nga mundësit e rrjetit nga kapacitetit dhe duke përllogaritur edhe kapacitetet që përnashtohen me këto dy projekte kapitale, janë përcaktuar pak a shumë lagjet ku mund të ketë shtrirje të rrjetit. Cilat janë ato lagje? Janë lagjet Prishtina e Re, është një pjesë e lagjes Kalabria, pasi që vetëm një pjesë e për me lagjes Kalabria me ndërtime kolektive është e kyçur në rrjetin e ngrohjes, është një pjesë e lagjes qytetit të vjetër në afërsi të gjimnazit Sami Frashëri, Muzeut të Kosovës, ka mundësi të zgjerohet rrjeti edhe në afërsi të rrugës C, të një pjesa tjetër e lagjes Matene, do të ketë shtrirje të rrjetit të ngrohjes kudo të kemi kapacitet, pak a shumë pikat e shtrirjes të rrjetit janë përcaktuar, por do të vlerësohen edhe gjatë realizimit të projektit, kudo të ketë mundësi do shtrihet rrjeti. Sigurisht në projektet afatgjate keni menduar edhe që të përfshihet i gjithë kryeqyteti me furnizim në ngrohje nga Termokos. E keni menduar ka një afat kohor kur do të jetë kjo dëshirë e realizuar e gjithë qytetarëve që sigurisht që dëshirojnë e presin të ngrohen, të furnizohen me ngrohje nga Termokos? Ne do të dëshironim sa më parë këtë, se është përfitim edhe ndërmarrjes, por është një ide pak shumë ambicioze në raport me mundësi që kemi aktualisht edhe përkundër këtyre projekteve që po vazhdojmë të realizojmë, pasi në bazë të hulumtimeve që kemi realizuar, po thuaj se janë pak e fare, nuk ekzistojnë edhe kryeqytete ndërkombëtare që mbulojnë tërësi territorin e gjithë sipërfaqen e kryeqyteteve të tyre. Ne po synojmë që të arrijmë këtë sa më shumë, por me një ritëm kaq të përshpejtuar zgjerimit të ndërtimeve kolektive në qytetin e Prishtinës është e vështirë. Edhe ashtu terreni gjeografik i Prishtinës nuk është fort i favorshëm për shtrihen e rrjetit të ngrohjes, nga se gjithmonë është më e vështirë të arritet cilësia e ngrohjes tek sipërfaqet që janë më të ngritura pjesët kodrinore se tek pjesa me ol, gjithmonë kemi cilësitë ngrohjes më të mirë, më lehtë arritshme tek ato që janë më në afërsi të rrjetit, më në afërsi të ndërmarrjes që janë sipërfaqe më tolta, nivel gjeografik se tek ato që janë më të larta, por po bëhen edhe studime të tilla për të hulumtuar mundësitë për krijimin edhe alternativa tjera ngrohëse, jo vetëm me këto që kemi ne aktualisht. A vërtetë ndërsa mbrapa nesh ne po shohim një pamje e që është duke u punuar, objekti i ri duket bukur, por mbase jeni duke renovuar edhe oborrin, kështu që po dalim pak prej temës, flasim edhe për investimet konkrete që po bën ambientet, mjediset e ku është Termokos këtu në kryeqytet. Fatmirësisht, si rezultat i performancës të mirë dhe profitit që kemi realizuar pothuajse për çdo vit në këto vitet e fundit, sidomos që nga realizimi i projektit Kogjerimit që ka krijuar një dimension krejt tjetër të zhvillimit ndërmarrjes nga viti 2014, ne kemi arritur të krijojmë fondet vetanake dhe të investojmë mbi 2 milion euro për ndërtimin e këtij objekti modern para cilit po qëndrojmë, me një hapësirë prej 4000 metrash katror, 47 zyre, me 3 salla për konferencë, amfiteatër dhe gjitha hapësirat e nevojshme për akomondimin e stafit. Për arsye se që nga viti 2014 deri më tani ne kemi rritur dukshëm edhe numrin e konsumatorëve, por e kemi zgjeruar edhe rrjetin e ngrohjes. Në të kaluarën kanë qenë diku 12.000 konsumatorë, tash i numërojmë mbi 25.000 konsumatorë aktiv. Me rritjen e numrit të konsumatorëve janë rritur edhe kërkesat e konsumatorëve për shërbime dhe stafi që ka qenë aktual në atë kohë inkuadruar nuk i ka përmbushur kërkesat, për këtë arsye është shtuar edhe stafi dhe hapësirat që kemi qenë më përpara, nëse ju ka rënë të veni këto, kanë qenë shumë të kufizuara për të akomoduar stafin dhe për të pritur gjitha ata konsumatorë që vinë për të kryer shërbimet e tyre këto. Andaj lindi sidomos do e kohës ndërtimi i këtij objekti, jemi kujtojmë ndërmarrja e parë
edhe në Kosovë që arrim që me fonde vetanake të ndërtojmë një objekt kaq të bukur, kaq modern. Tash objekti i vjetër para një muaji është rënuar, po punohet edhe përgatitjen e sipërfaqeve tjera, rreth oborit, ndërtimin e trotuareve, parkingjeve dhe gjithë parkut këto rreth objektit. Afrodita, po kthehemi tek kolegët në studio nëse kanë pyetje. Janë disa prej atyre, disa që janë në studio siç është Maksi dhe Merita apo edhe ata që realizojnë këtë program, nëse kanë pyetje sepse disa prej tyre kanë gëzojnë të drejtën për të furnizuar me ngroje. Unë kam një pyetje. Ju vetë keni... Po, fatmirësisht. Unë deri para 3 vitesh kam jetuar në një shtëpi, në lagjen Kalabria, tash kam dalë për shkak të ngrojes, një objekt banesor që furnizohet me ngroje, fatmirësisht. Ta gjejmë një... është gjithë ideale. Ne jemi edhe qytetar, kemi dhe ankesa. Nuk e di se si është, por ju lakmojnë. Timeve që kemi bërë ne, shumë shpejt do dalim edhe me shifra konkrete, çdo alternativë tjetër ngrose, qoftë me dru, thëngjell, rrymë apo çka do qoftë tjetër, është shumë e kushtueshme se ngroja nëpërmes ngrojës qendrore që ofrojmë ne. A mundemi tani ta bëjmë pyetjen? Edhe atyre në studio të shohim çfarë kanë për të na pyetur. Një pyetje. Jo mua, por Afroditën tjetër. Po, një pyetje të cilën ja pata adresuar Afroditës edhe para disa muajsh që kemi biseduar, është çështja e këtyre matësve, e cila nuk e di si është në tërë Prishtinën, por po flas për një pjesë të lagjes Dardania, e cila pra nuk funksionon. Vazhdoj sërish ta them të njëjtën sepse e kam provuar. Vetëm nëse është në 5, ajo mund të funksionojë. Nëse është në 4 dhe 3, edhe nëse temperatura e dhomës është në 21 gradë, nuk ka ngroje fare në radiator. Këtë e kam vërtetuar në 3 lokacione në Dardani. Paka shumë Afrodita e përmendi, por do t'ja parashtroj këtë pyetje. Kolegja ime Merita thotë që në lagjen Dardania, pikrisht për matë si që e thej pak më herët, nëse vendoset në 3, 4 apo 5, varësisht si e përcakton temperaturën, Merita thotë edhe nëse temperatura është 21 gradë, vetëm ngroja arrin kur në nivelin 5, pavarësisht që ti e vendos matësin në 3 apo në 4. Paka shumë kështu ishte. Ishim shumë zënë me këto projekte dhe krejt kemi menduar shumë shpejt. Pas ka drejtuar, më falë Afrodita, Merita dhe i herë tjetër, në pase... Në rregull, do t'ja japim sqarimin edhe tani. Ne kemi planifikuar edhe një fushat vetëdijësimi, do të përgatisim termometrat përcaktuar me këto temperatura që janë përcaktuara në termokok për të sqaruar atyre edhe me fletë udhëzime se cila temperaturi përshtatet cilit nivel termokokës dhe do t'i shpërndojnë tek disa konsumatorës, nuk ka rrim tek gjithë, por për t'i vetëdijsuar ata për këtë mënyrë. Edhe Meritës si kisha sugjeruar si ish kolege që të blej një termometër dhume dhe ta kontrolloj temperaturën dhume në saj. Ndonë se e kam kontrolluar, këtu është esenca që e kam kontrolluar, por s'funksionon. Në fakt ne jemi tradicionalisht krijuar në atë mënyrë që kemi shumë ambjente të ngrohta. Në raste kur kam ankesa nga anëtarët e familjes se nuk është aq ngrohtë se s'po na lejon me i hap radiatorët, unë e kam pikë referencë termometrin e dhomës, kur e shoh që ka shku temperatura 26-28, thëmë ka të lëshën, se ai nuk ka mundësi, se është më nxehtë se që mundet më na nxejnë këtë kohë radiatori. Kërkojmë temperatura më të larta. Këto pajisje janë projektuar bazë rekomandime të Organizatës Botërore Shëndetësisë. Nëse kërkohen temperatura, synohet me arrit temperatura më të larta se këto që janë projektuar, atëherë është më e dëmshme për shëndetin. Duhet të fillojmë të adaptohemi me standarde ndërkombëtare. Kjo bie që ne dëshirojmë të kemi më nxehtë, më ngrohtë mjediset tona. Megjithatë, Merita ju replikon, thotë që e ka vërtetuar, e ka matur temperaturën me termometër, por i ka dalur e kundërta asaj që thuati. Unë po bazohem në ato matjet e mia që i kam bërë në banesën time, jam konsultuar edhe me inxhinierë, këtë ankesë kam pas edhe unë, në fillim të realizimit të projekti, ka qenë një ndër të para që kam marrë dhe ku mankuar kolegëve inxhinierëve dhe atyne përfaqësuesve të ndërmarrjes tonë që kanë qenë të kyçur në kuadër të grupit që ka punuar për realizimin e këtij projekti, ju kam thënë se s'po funksionojnë, po momente nëse hapet një dritare, freskohen ambientet e brendshme, mund ta sheh se ajo termokoka cilin do nivel që e ka lënë dhe nuk ka funksionuar, do të aktivizohet dhe do të ngrohet radiatori. Po, e tha që duhet të blej një termokok tjetër.
E siguroni ju apo duhet vetë qytetarët ta blejnë? Çështja e mirëmbajtjes këtyre pajisjeve ende nuk është përcaktuar. Aktualisht, pasi që është projekt i ri dhe në të kaluarën nuk ka ekzistuar ky projekt dhe këto pajisje nuk janë instaluar nga ndërmarrja jonë. Deri më tani ne me ligjin për ngrohje jemi të obliguar kemi obligime vetëm për rrjetin primar të ngrohjes, i cili shtret nga rrjeti i ngrohjes këtu nga ngrohtoria deri tek në stacionet ngrohëse në secilin objekt banesor. Pra nuk merri përgjegjësi për mirëmbajtje. Është rrjeti sekondar, megjithatë kontraktori që është ende ka kontratë valide për instalimin e këtyre pajisjeve tek ata konsumatorë që dëshirojnë të instalojnë këto pajisje, mund të kontaktojnë, janë numrat edhe në faqen e tyre, po edhe në faqen tonë dhe mund t'i kontaktojnë ata dhe besoj se mund t'ju bëjnë zgjidhje. Ato mund t'jenë dëmtuar gjatë përdorimit tentatives me arrit temperatura më të larta, siç ka lejuar temperatura e brendshme, por besoj se mund t'ju bëjnë zgjidhje. Sipas teje, kjo mund t'jetë një problem teknik, jo problem real që mund të lidhet drejt për drejt me termokosin, apo me furnizimin e ngrohjes. Mund të jetë një problem teknik, ne nuk e dim, pasi që nuk e kemi vizituar banesën, ta dim, nuk kemi raport kthyes nga ekipet tona në teren, nuk mund ta dim se si qëndron puna, për çdo eventualitet mund t'ju drejtohet ekipeve që janë. Ta pyesim tash Meritën, se me që filluam kështu pyetje përgjigje nga në distancë. Jo, e veç e mori vetën e saj si shembull konkret i një ankesë mbase në kuadër të atyre ati 30% që kanë pasur ankesa për furnizimin me ngrohje. Po Merita? Jo, s'kishim... Ndërsa unë duhet të pyes Meritën, ke kërkuar ndonjëherë ekipet kanë vizituar banesën tënde që të vërtetojnë nëse është problemi te kokmaci apo... Jo, termokoka punon, për derisa është në 5, në ato maksimalën, ajo është në funksion. Në momentin që bie në 4 ose në 3, edhe nëse temperatura e dhomës është nën 21 grad, ajo më nuk është në funksion. Ku qëndron problemi, këtë nuk e di, por që e kam vërtetuar është e saktë. Merita insiston që edhe temperatura kur ka qenë nën 21, është furnizuar ka arritur pra të ngritë temperatura vetëm kur është vendosur nivelin 5, jo 4 dhe 3. Kështu që po e përfundojmë këtu në base se... Por edhe Afrodita e tha ato çfarë pari, kështu që... Duhet i kërkoj detyrimisht ekipet që janë duke u marrë me instalimin e këtyre pajisjeve, janë përgjegjës, kanë kontratën për mbikëqyrjen në mbajtjen e tyre derisa dorëzohet totalisht si projekt tek ne, tek ekipet tona, besoj se do t'i japin edhe sqarime shumë profesionale. Faleminderit shumë. Pra, e shfrytzuam këtë moment edhe për të bërë mbase një zgjidhje për kolegën Merita, por edhe u informuan qytetarët, kështu që Afrodita, faleminderit shumë, urojmë që kisha unë një pyetje Afrodita jonë, po nuk e di nëse më dëgjon. Vendbanimet, banesa që furnizohen me ngrohje nga termokos, kur është dashur të hapen dritarët. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit edhe një herë Afroditës, por faleminderit shikuesve edhe nga unë, pra nga Afrodita Duraku që qëndruat edhe gjatë këtij bashkëbisedimi me Afrodita Uka Fejzullau nga Termokos, e cila na informoi dhe gjithmonë është e gatshme sigurisht na përgjigjet kur ne kemi kërkesa për të marrë informacione.